Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala. Paqja dhe mëshira qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri ditën e gjykimit. Sot me lejen e Allahut jemi në vazhdën e ligjëratave nga Riyadus Salihin. Pra një ligjëratë e cila ka të bëjë vetëm me një hadith, i cili është hadith goxha pak i gjatë, i cili ka të bëjë me një ndodhi madhështore, ndodhi historike, me të cilën ndodhi lidhet me disa ngjarje të cilët janë përmendur edhe në surën Taube. Për këtë arsye do ta përmendim hadithin, po ashtu do të përmendim edhe një varg të ajeteve kuranore të cilët kanë zbritur pikërisht për tre persona të cilët nuk kanë arritur që të dalin në betejën e Tebukut. Pra ky hadithi i gjatë flet në hollësi rreth kësaj se si ka ndodhur ose si kanë qenë ajo rrjedhoja e ngjarjeve me Ka'b ibn Malik, edhe ata tre persona të cilët janë përmendur pra në surën Tobe, të cilët s'kan arritur pra që në kohë t'i bashkangjiten karavanit për në luftën, pra për në betejën e Tebukut. Pra nëse e shohëm në Kur'an, zakonisht emrat të cilët përmenden në Kur'an janë emrat e pejgamberëve. Pra përmenden pejgamberët. Jashtë pejgamberëve të pakët janë ata të cilët përmenden me emra, sikur se për shembull prej pejgamberëve përmenden 25 ose 27. Pastaj jashtë pejgamberëve kemi personalitete tjera të cilët janë pejgamberë mirë po përmenden në Kur'an. Sikur se për shembull është Meriemi. Ose për shembull Luqmani, çka s'ka qenë pejgamber. Ose për shembull përmendet Dhulkarneini. Ose përmendet për shembull sahabiu i njohur Zeidi. Pra përmendet Zeidi. Përmendet jo me emër, mirë po si ndodhi përmendet në mënyrë indirekte përmendet edhe Ebu Bekri. Jashtë këtyre përmenden edhe tre persona. Wa ala thalathati alladhina khulifu. Edhe ata tre të cilët mbetën pa mos me dal, të cilët ngjelen mbrapa. Pra ky hadith, çka është në Riyadus Salihin, flet për këta tre personat, edhe krejt ndodhia edhe ngjarja që ka të bëje pra me këto. Pra ka qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, lufta rrugën e Allahut ka qenë si me thonë përditshmëri e besimtarëve, ka qenë përditshmëri e jetës së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Hadithi transmetohet prej Abdullah ibn Ka'b ibn Malik, i cili thot: e dëgjova Ka'b ibn Malik që na tregon rastin kur mbeti pas luftës në betejën e Tebukut. Pra çka është beteja e Tebukut? Beteja e Tebukut ka ndodhur në vitin e 9 Hijri. Pra pasi është shpërngul 9 vite pasi është shpërngul pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prej Mekë në Medinë, pra ka ndodhur pra kjo përgatitje për këtë betejë të madhe. Prej veçorive të kësaj përgatitje dhe kësaj beteje ka qenë numri i madh i atyre të cilët kanë marrë pjesë. Pra numri i muslimanëve, i sahabëve të cilët kanë marrë në këtë pjesë, në këtë luftë, është diku te 30.000. Ndërsa më herët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka marrë pjesë me ndonjë ushtri të madhe, sikurse ka qenë mobilizimi në këtë betejë. Pra kundër kujt nuk ka qenë pyetje mushrikët Kurajsh. Është domethënë ka qenë rreziku i ndër më i madh. Rreziku i perandorisë e cila ka qenë aso kohë e ka sunduar një pjesë të madhe të botës, perandoria pra romake. Edhe bëhen në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam një mobilizim i jashtëzakonshëm, ku më thanë mobilizohen diku te 30.000 ushtar. Sa që transmetohet prej Ka'b ibn Malik, i cili tregon rastin, thot mbeta mbas në këtë luftë. Edhe thot, kur nuk më ka ndodhur mua që të mbes më dhe mos marr pjesë në një prej betejave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, përveç betejës Bedrit. Pra në betejën e Bedrit s'kam pat mundësi që të dal. Edhe thot, beteja Bedrit është pikërisht e betejë në të cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk qortoi askond pse nuk ka dal. Pra nuk ka qortuar askond pse filani për shembull s'ka dal me ne. Sepse vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në betejën e Bedrit nuk ka qenë, domethënë i dërguari i Allahut nuk është përgatitur se ka me pat luftë. Thjesht qëllimi kryesor se pse kanë dalë në Bedër ka qenë të kapet karavani, i cili në esencë ka qenë i jo besimtarëve, ka qenë pra pronë kanë qenë muslimanët ati karavani, me thanë me deve dhe me ngarkesat që kanë qenë. Kjo ka qenë
Me thonë qëllimi se pse ka ndodhur lufta e Bedrit. Mirë, po çka thot Ka'b ibn Malik? Thot dolën për ta marrë karavanin Kurejshit, ndërsa Allahu a mundsoi atyre që ta marrin edhe karavanin, po edhe të ngadhnjejnë biçka mbi jo besimtarët. Edhe deshti Allahu që edhe karavani, edhe ngadhnimi mbi jo besimtarët pra ndodhi në betejën e Bedrit. Edhe thot Ka'b ibn Malik, kam prezantuar edhe në besatimin Aqabe, çka ja kanë dhënë besën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për Islam. Edhe thot, mirë po thot, shumë mirë më kujtohet kur mbeta vonë dhe s'pata mundësi që t'i bashkangjitem betejës për në Tebuk. Pra ku është Medinja edhe ku është Tebuku? Prej sot, për shembull prej Medine edhe deri në Tebuk ka diku 800 km mos më tepër. Me thënë prej Medines deri në Tebuk. Thot, aso kohë thot, kur njëherë s'kam qenë më i fortë se atë kohë fizikisht. Edhe asnjëherë s'kam qenë më i përgatitur financiarisht se sa atëherë. Krejt punët i kum pa në Terezi, mirë po është interesant. Se çdo herë njëri kur i ka punën në Terezi edhe mbështetet në atë hape se so problem unë hazër jam. Pikrisht atëherë ka mundësi që të ndodhe dështimi. Shpesh edhe neve na ndodh. Kur mendon se tash jam përgatit për provim, një student thot, jam përgatit krejt në rregull i kam marrë sebepet, pikrisht atëherë ndodh ndonjëherë edhe dështimi. Pse? Je përgatit i ke marrë sebepet, mirë po ka pa dëni sebep ose diçka, çka ka ndodhur edhe, domethënë, ke dështu. Ose në biznes. Thush, do e bëj kë, do e filloj të, kur vjen hipën çmimi i naftës ose hipën çmimi i hekurit, ndodhen diçka, çka ti ke menduar se do realizohet ajo mirë po, nuk është realizuar. E njëjta ka ndodhur edhe me Ka'b ibn Malik. Thot asnjëherë s'kam qenë më i fortë fizikisht, edhe në atë kohë thot, jo nikal, i kisha dikuaj, ose dideve. Sigur se tani dikush thotë unë i kam di vetura tash. Rrallë kush i ka di vetura. Thot asnjëherë si kam pat punët më mirë. Edhe i kisha 10 mjetë udhtimi. Edhe isha si më thon thot rahat se do marr pjesë, nuk ka problem. Më thon krejt se për arsye se mobilizimi apo mobilizimi i përgjithshëm, edhe krejt pra ushtria që të nisen për në betejën e Tebukut. Mirë po edhe organizimi edhe regrutimi i ushtarëve në atë kohë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thot Ka'b ibn Malik nuk ishte i fshehur. Sepse ka për shembull disa betejë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk i ka bë ose nuk ka dhënë më herët informata, domethënë janë mbajt me një farë doze sekretit. Mirë po në këtë betejë, e cila domethënë ishte përgatitja e jashtëzakonshme, thot edhe nuk ishte domethënë diçka e fshehur. Krejt e dim se në filon ditën do nisemi për në Tebuk, sa zgjatën ky udhëtimi për në Tebuk? Udhëtimi për në Tebuk, ose krejt përgatitja për betejë dhe kthimi, ka zgjatur 50 ditë. Domethënë 15 ditë ta llogaritim di javë, shkojsh deri në Tebuk, në atë kohë, edhe 15 ditë kthimi. Domethënë 15 ditë kanë shku, kanë udhëtu, edhe kanë qëndruar 20 ditë në pritje për betejë, për ballafaqim me romakët. Edhe normal edhe 15 ditë në kthim. Pra përgatitje e madhe, nuk është për shembull si nisesh ti një udhtim 5-6 orë nisesh edhe bësh panik, jo bëhet fjalë për një përgatitje domethënë të jashtëzakonshme. Edhe thot nuk ishte e fshehtë. Kjo betejë u parapaqet ndodhe në nxehtin më të madh. Pra kush ka qenë tokat arabe e din se si është nxehtësia e shkretëtirës. Domethënë ka ndodhur në pikë të verës. Dhe ishte udhtimi i gjatë. Edhe pranoi i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam një numër të madh të rekrutëve, domethënë të ushtarëve të cilët ju bashkangjiten ushtrisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, saqë as divani nuk i nxinte emrat e atyre. Domethënë çka divan? Divan është ajo lista në të cilën janë shkruar emrat e ushtarëve, kush është bashkangjit, kush do mbese gjallë, kush me çka vjen me kal apo domethënë është me armatim apo jo. Domethënë thot as divani, as ajo lista domethënë nuk i nxinte, edhe domethënë edhe vet ajo lista nuk i nxun krejt ata të cilët ju bashkangjiten asaj betejë. Edhe thot Ka'b ibn Malik, ishte shumë lehtë që njëri mos prezantojë atij edhe mos merret vesh se kush ka munguar edhe kush ka qenë prezent. Pra, edhe thot, e shihja thot Ka'b ibn Malik, e shihja përgatitjen e muslimanëve. Pra e shihja përgatitjen e muslimanëve, gjithandej gjithë domethënë i bani ato përgatitje, dikush për familje, dikush domethënë ka përgatitur armatimin, kalin, devën e kështu me radhë. Edhe u tha, me qenë se i kam tash kushtet edhe jam shëndet mirë, krejt në rregull, do bashkangjitem së shpejti. Edhe hajse pak ma vonë, le të nisen këto se do arrije edhe pak. Une thot,
edhe ndodhi që karavani i ushtrisë muslimane nisi, ndërsa unë mbeta mbas. Kur e pash se sa kom mbet mbas, ishte e pamundshme që unë t'i arrij ato. Sa që nuk është puna vetëm të arrish, domethënë se në atë kohë nuk ka qenë sikur se sot sinjalizimi na përudh. Te to off edhe 34 kilometra, ka tregon këtë drejtim. Nuk ka qenë sot. Edhe sot gjithatë sinjalizim ka, po prap shkojsh, për shembull nisesh deri në Istanbul, sa dalën në Sofi e ngatron udhën. Pse? Nuk ka qenë udha e lehtë sikurse që është tash. Pra thot, edhe pra pikërisht sebeb kësaj, edhe mbeta mbrapa, thot edhe u mërzita, se s'pata mundësi, se gjithmonë kam qenë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në çdo hap të atij. Erdh puna pikërisht këtë luftë madhështore, të cilën patëm dëshirë që të prezantoj, luftë të cilën shumë ose përgatitje në cilën kanë marrë pjesë një numër i madh i sahabëve, të cilët ndoshta edhe kurrë më herët s'kan marrë pjesë luftë, më thon pikërisht në këtë betejë pra s'pata mundësi që të marr pjesë edhe u mërzita. Edhe thon qytetin e Medinës nuk shihja njerëz shumë pak burra. I shihja vetëm disa të cilët kanë mbetur, disa persona ose për shembull disa njerëz të cilët janë të dobët fizikisht, të cilët janë të arsyetuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirpo i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e ka njohur Ka'b ibn Malik, sepse nuk ka qenë prej sahabëve të cilët janë të panjohur. Ka qenë prej sahabëve të cilët janë të njohur. Edhe thot nuk i ka përmendur i dërguari Allahut emrin tim derisa kam rrinë në Tebuk. Kur kam rrinë në Tebuk, i ka pyet. Ka thonë, çka u bë me Ka'b ibn Malik? Ndërsa disa prej njerëzve, sikur se është tabiat edhe shprehi e njerëzve të në, thot një prej fisit Beni Selime, tha, e ka ndalu veshja ato, edhe e ka ndalu e marrmja me kënaqësitë e kësaj dunjoje, edhe vetë pëlqimi. Domethënë e ka ndalu kjo. E ka vetë pëlqejt vetën e vetë, ndërsa kjo si fjalë e ka është thonë kohën përpara pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe në ati ka qenë prezent Muadh ibn Jabal, pra sahabiu i madh, i cili thot sa fjalë të keqe çka ke thonë. Ne e njohim Ka'b ibn Malik kush është, edhe çfarë kontributi ka dhënë, edhe e njohim se çfarë burri është ai. Thot wallahi, ne nuk dim diçka të keqe prej atij. Sigurisht ka diçka të cilën ne nuk e dim. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka fol asgjë në këtë rast. Thot Ka'b ibn Malik, kaluan javë të tëra, edhe e kuptuam se ushtria muslimane kthehet për në Medinë, kthehet pra prej Tebuku, thot më shkojnë ndërmend se kur do vijë dërguari Allahu, secili duhet t'i tregojë arsye pse s'ke dalë, se më thonë ushtria ka nevojë për burra, pse s'ke dalë. Më thonë kur është mobilizimi i përgjithshëm duhet ta tregojësh arsye, a ke qenë i smur apo ke pat ndonjë obligim, a ke pat familjarët e smurë kështu më radh. Edhe thot më kujtua edhe më shkojnë ndërmend t'ia thom një gënjeshtër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ta rrejnë diçka edhe dal prej krize. Edhe thot edhe e përpilova një rrjen në mendjen time. Mirë po thot më iku gënjeshtra. Edhe thash me mendjen time nuk do më shpëtoj asgjë përveç se ta thom hakin e ta thom pra të vërtetën. Kur erdhi dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam urahatun në Medinë, sapo erdhi dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam në xhamin e tij, i fali direkat. Pra i fali direkat, edhe më pastaj thot filluan që të vinë njerëzit, edhe t'i tregojnë ato arsyet e veta. Thot Ka'b ibn Malik ka qenë numri atyre të cilët nuk kanë dalë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam 80 deri 87 burra. Për atyre disa të semur, disa qorë, ose dikush domethënë ka qenë invalide kështu më radh me pengesa, normal mesin e tyre ka patë edhe munafik, hipokrit, të cilët madje edhe i kanë penguar besimtarët që të dalin. Sigur se Allah e ka përshkruar në surën Tobe, "Wa qalu la tanfiru fil har", edhe thanë mos dilni në nxehtësi. Pra mos dilni këtë nxehtësi deri në Tebuk. Pra në mesin atyre çka s'kan dal, ka patë edhe munafik, mirë po ka patë edhe pjesëmarrës, të cilët kanë qenë pjesëmarrës të Bedrit, sikur se ka qenë Hilali, sikur se kanë qenë edhe sahabët të tjerë. Hilali edhe Mirara. Pra këta kanë qenë pjesëmarrës pra të Bedrit. Pra edhe erdhi i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam edhe filluan që njerëzit afrohen te dërguari Allahu edhe t'i tregojnë arsyet e veta. Secili arsye e vet ta tregojë sepse unë s'pata mundësi pra që të dal. Edhe merth radha mu. Edhe thot e pash pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se kur ju afrova, buzëqeshi me një buzëqeshje e heton, më thon buzëqeshje me hidhrim. Kishte një fardoze të hidhrimit, edhe buzëqeshën, edhe është i hidhruar.
edhe ju afrova edhe më tha i dërguari i Allahut, çka të lam mbrapa? Çka është shkaku se pse mbete mbrapa? Edhe thot Kabi, thot o i dërguari i Allahut, sikur të isha ulur përpara ndonjë prej njerëzve të kësaj dunjaje, kisha rrit edhe e kisha do më kishte besuar ai në atë arsyetimin të cilën e sjelli. Mirë po, e kom parasysh se nëse e thon përpara teje një rrin, Allahu e din për këtë. Edhe kom frikë se Allahu do i hidhrohet ndaj meje. Me thonë nuk ka treguar ndonjë arsye, sepse arsye vetme ka qenë hajt se do e lëm avon. Për këtë arsye kjo është mësim për secilin prej neve. Është një thënie e bukur, të cilën e thot Ibn Kaimi. Thot, at-taswif shajaratun yaghrisuha iblis fi qulubil mu'minin. Lënia e sendeve për ma vonë është një pemë ose një dru të cilën e mbjell shejtani në zemrën e besimtarve. Thamratuha al-khasratu wan-nadama. Fruti i saj është pishmallëku edhe keqardhja. Pra vetëm pishmallëk edhe keqardhje. Hajse nesër, hajse ma vonë, hajse javën tjetër. Ma thonë, ki tabiat, ose kjo shprehi, është shumë e përhapur. Hajse do ja nisi me namaz për Ramazani tjetër. Hajbe se në haxh të shkoj kur të mplakem. Hajbe se për Ramazani tjetër do ja filloj. Hajse inshallah prej nesër në sabah, prej nesër, ti kapi prej sabah namazet, edhe sot dilon. Edhe çka e vonon, për çka? Ma thonë, edhe vjen deri te pishmallëku. Vjen deri te pishmallëku, kur vetëm se mo zbon dobi ai pishmallëk. Sigur se raste të shumta, sigur se gjenerata e trive. E keni pa? Thonë, vallahu prej me njishin do hin në fitnes. Edhe bohet njishi, dishi, sërish, prap edhe njishi, muj tjetër, edhe njishi, edhe s'fillon fitnes. E pagun fitnesin, për 6 muj, 2 herë vetëm shkon. Apo jo, shkon shkjo, kjo do me thonë, hajse nesër, hajse javën tjetër, hajse pre me njishin, mbas Ramazani, para Ramazani, prej në Bajrami, kështu më radh, edhe njëjta i ka ndodhur pra, ose identike, ose ngjashme, i ka ndodhur edhe Kab Ibn Malik, pra vetëm se ka thonë hajse pak më vonë edhe çka, pra ka mbet mbrapa. Mirë po çështja do të thonë vetëm se është komplikuar. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i thot, ky e tha të vërtetën. Pra çohu edhe shko derisa Allahu gjikoje në atë të cilën pra ti e ke vepruar. Ndërsa Kab mërzitet shumë për qëndrimit edhe prej atij hidhrimit të cilin e ka pa në fytyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe interesohet Kab ibn Malik e thot, a ka pas dikush tjetër i cili e ka pas hallin sikurse unë. I thuin fjalët e njëjta i kanë thonë edhe 2 prej shokëve tu. Pra cilët janë ato? Është Mirara ibn Rabi al-Amri, ki ka qenë i pari, edhe ka qenë edhe Hilal ibn Umayye, i cili po ashtu s'ka pat mundësi që t'i bashkangjitet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe rastin e kanë pat identik sikurse Kabi. Ndërsa këto të dy kanë qenë pjesëmarrës në Bedër, ndërsa ata të cilët kanë qenë pjesëmarrës në Bedër i kanë disa veçori të cilët sahabët tjerë nuk i kanë. Pra disa veçori të cilët Allah subhanahu wa taala pra i ka falur ata të cilët kanë prezantuar në Bedrin. Pas sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ndalon sahabët tjerë që t'ju flasin këtyre. Pra është një farë bojkoti, çka u kanë bën këtyre personave të cilët, më thonë, nuk kanë sjell arsye. S'ka sjell arsye, do të bojkotohesh prej shoqërisë muslimane. Thot Kab ibn Malik, njerëzit u larguan prej nesh. Dunjoja më ngushtu, me gjitha gjerësinë çka është, dunjoja më ngushtu. Me thonë, gjitha jo botë më bë e ngusht. Më ngushtua edhe zemra, edhe brendia. Edhe thot më bë dunjoja sikur se me kanë botë tjetër. Pra nuk isha, do të thonë, i rahatshëm. Thot kemi qëndruar në këtë gjendje 50 ditë. Do 50 ditë ka zgjat kjo problematik. Thot edhe sa i përket Hilalit edhe Mirarës, thot ato vendosën që mos dalin publik hiç. Tha s'dilin as në xhami, rrinin nëpër shtëpitë e tyre dhe transmetimet prej grave të tyre se vetëm këngjajt. 50 ditë me radhë. Thot mirë po Kabi ka qenë pak më social, edhe ka dal, thot dilja në namazin me xhamat. Mirë po e shija se muslimanët pra bojkotojnë. Edhe dilja edhe në përtreg, pra edhe në për pazar. Mirë po e shija se njerëzit do të thonë rrin distancë. Pra edhe jepja selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe e shija ai lëvizën buzët apo jo. Pra është gjë madhështore që të bojkotojë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra nuk është e vogël. Pra nuk është çështje e vogël që të bojkotojë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nuk është çështje pra e vogël.
I jepja pejgamberit edhe shihja, mo i bëlbëzojnë gjuhët, ma kthen selamin me zot të ulur, nuk shihja domethënë diçka. Pastaj thot, edhe ndonjëherë falesha afër atij. Edhe shihja a do më pranoje, a do bosjeshe me mu, do jape ndonjë shenjë se Allahu na ka falur neve kështu me radhë. Edhe ndonjëherë i dilja edhe përpara. Edhe kur i dilja përpara e kthente, domethënë kthej anësh. Thot edhe një ditë thot isha në rrugë. Afër shtëpisë së djalit Axhës vet. Djali Axhës e ka pa emrin Ebu Qatade. Edhe s'pata mundësi i dhash selam, edhe s'pata mundësi që të shpreh diçka tjetër, i dhash selam, edhe i thash, ti je për njerëzit që më shumë të i dua. Ti e di se unë e dua Allahun edhe pejgamberin, se jemi shok të afërt, vëllezër të afërt. Me thon djalit Mingjës. Thot Allahu e din më së miri edhe pejgamberi i tij. Pra Allahu e din më së miri se çka ka më ndodh me ju. Do thon këtë qëndrimin çka është, më thon i komunitetin përgjithësi, unë kam më mbajt pra ndaj teje. Pas 4 ditëve urdhëroi i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam që edhe gratë të largohen prej tyre. Jo do të thon ndahen divorc, mirë po gratë të ndahen prej tyre në shtrat. Pra, ndërsa gruaja Hilal ibn Umayye, i cili Hilal ishte pak më në moshë, erdhi dhe i tha të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, kjo është pak fizikisht i dobët. Ka nevojë që unë të jem pranë atij. A më ndalojsh edhe prej kësaj? Dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë jo, nuk ndaloj prej kësaj, mirë po largohu prej atij. Do të thonë largohu në atë aspektin që, do të thonë mos ti jesh intim me atë. Thot kur e fala namazin e sabahut në ditën e 50. E ndëgjova një zon prej larg, i cili zon vinte prej kodrinës Sel'e. Kush ka qenë në Medinë, është një kodër, kush ka qenë në Haxhen edhe në Umre e din, Jebel Sel'a, i thonë kodra Sel'a. Ajo kodra është afër xhamisë së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mes xhamisë së pejgamberit është kjo kodra, edhe në rreth të kësaj kodrës është xhamia Seba Mesajit, çka i thonë, xhamia do të xhamia ose 7 xhamiat. Ose ku vendi ku ka qenë Hendeku. Kush ka qenë në Haxhës e në Umre e din. Thot erdhi një zon prej kodrës Sel'a. Përgëzohu Okab ibn Malik. Përgëzohu Okab ibn Malik, një zon i lartë, më thonë se kini ka parë lartë shtëpinë shumë. Edhe thot, atëherë kuptova se zoni ishte përgëzues. Edhe thot, bona sejdë Allahut. Mbas 50 ditëve i bona sejdë Allahut, edhe u përhap lajmi se ka zbrit shpallje që Allahu subhanahu wa taala i amneston dhe i falen këto për veprën të cilën pra këta e kanë bën. Edhe më pas u përhap lajmi dhe filluan të urojnë njerëzit, filluan të urojnë kujshit të afërmit e kështu me radhë, edhe thot derisa shkova te i dërguari Allahut te xhamia e tij, edhe aty afër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ishte Talha ibn Ubaydillah. Edhe ai u çua, ma dha dorën, edhe më përqafoi, edhe ma uroi se për ju ka zbrit pra shpallje. Shiht më thon për ka zbritur shpallje, Allah subhanahu wa taala e ka zbritur ajetin kuranor të cilin sot e kësaj dite lezohet edhe do lezohet edhe në të ardhmen. Wa ala thalathati alladhina khulifu, edhe ata të cilët spatën tre të cilët spatën mundësi që të dalin, edhe ngelën mbrapa. Edhe i thash, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha këtij Kabit, përgëzohu me këtë të mirë, e mirë e cila nuk ta dhon ti diçka më e mirë prej kur të ka lind nana. Pra nuk ka diçka privilegj më të madh se sa Allahu subhanahu wa taala të përmendën në ajet kuranor, pra nuk ka privilegj më të madh. S'ka privilegj më të madh sa ti jesh i shok me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe Allahu të përmendën në ajet kuranor i cili do lezohet deri në ditën e Kiametit. Pra pikërisht janë përmendur pra këta 3 persona. Edhe i thash, pra thot Kabi ibn Malik, thot kjo është prej Allahut apo është prej teje? Më thonë, është prej Allahut apo prej teje? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thot kjo është pra mëshirë prej Allahut subhanahu wa taala. Tha jo, kjo prej Allahut. Edhe fytyra e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam buzëqeshte. Fytyra e tij thot ishte sikur se hana e plot. Pra kur buzëqeshte fytyra e tij shndriste sikur se hana e plot. Edhe kjo ishte diçka e cila i gëzonte besimtarët. Çdo njeri i cili e shihte fytyrën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të gëzuar, më thonë ishte shtitet, më thonë kjo hare edhe gëzim edhe në zemrat e besimtarëve. Për gëzimit të madh, Kabi ibn Malik i thotë të dërguarit Allah sallallahu alajhi wasallam, o i dërguari Allahut, un kam pasuri, edhe këtë pasuri duhet ta jap sadaka, edhe krejt pasurinë kam me e dhon sadaka. Vetëm diçka thonë nuk jap sadaka, nuk kam me e dhon vetëm atë shtizën çka e kam pat prej Hajberit. Shtizën e Hajberit jo, se dhe qera krit kom me i dhon. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam jep diçka, mbaj diçka për veti. Jep diçka
edhe mbaj diçka për veti. Ndërsa Ka'b ibn Malik thot, Allahu thot, nuk më humbi mua kur e thash të vërtetën. Edhe nuk do më humbe unë nëse jap sadaka. Pra, kjo është shkurtimisht, më thonë një pjesë e ndodhisë se si kanë ndodhur këto ngjarje, të cilët Allah subhanahu wa taala edhe i ka përmendur në Kur'an, ku thot Allahu xhelala, laqad taba Allahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra. Që do të thonë, dhe Allahu e pranoi pendimin e të dërguarit edhe muhaxhirëve, edhe ensarëve të cilët e pasuan pejgamberin fi sa'ati al-usra, në sahatin e rënd, në çastin e rënd, kur i dërguari Allahu kishte më shumë të nevojë. Ma thonë, ishin sahabët të cilët i dolën Zot të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe ju bashkangjiten atij. Min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum. Në çastet kur gati sa zemrat e disave u dridhen. Zemrat e disave gati sa u dridhen. Thumma taba alehim. Dhe më pastaj Allahu pranoi pendimin e tyre. Innehu bihim raufur rahim, dhe Allahu me ato shibut edhe është mëshirues. Pastaj ajeti kuranor ku përmendet të tre, ku thot Allah subhanahu wa taala, wa ala thalathati alladhina khulifu, edhe për ata tre të cilët mbetën mbrapa, hatta idha daqat alehim, derisa atyre ju ngushtua, daqat alehim al-ard bima arabat, edhe ju ngushtua toka atyre. Wa daqat alehim anfusuhum, edhe u ngushtua edhe nefsi i tyre edhe brendia e tyre. Wa dhannu anna la malja min Allah illa ilay. Dhe ata u bindën se nuk ka strehim përveç se te Allahu. Pra s'ka strehim përveç se te Allahu. Thumma taba alehim liyatubu, dhe më pastaj Allahu u mundsoi atyre që të pendohen dhe u pranoi pra pendimin, innehu huwa at-tawwabur rahim, dhe Allahu është që e pranon pendimin edhe është mëshirues. Pastaj thot ajeti kuranor, ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. O ju të cilët keni besuar, keni frikë Allahun edhe bëhuni prej të vërtetëve. Pra bëhuni vërtet, edhe kur jenë rahat, edhe kur jenë krizë. Sepse shumë prej njerëzve, kur janë rahat, mirë. Sa e kapën ndonjë krizë e vogël, rren, 100 rren aty. Para mendo, rren përsendet pa lidhje. Do të thonë, sot nuk është disponim dalen kafe, është tuk e pi çaj shtëpi, i thirrën shokja do dalesh, jo be jam në spital me shoqën. Aja s'osh as spital, as kru. Rren, do të thonë, përsendet vogla. Përsendet, do të thonë, se cilët edhe nuk ja vlen, as pak, se rren kur ja nuk ja vlen. Prandaj Allah thot, o ju cilët keni besuar, tekullah, keni frikë Allahun, wa kunu ma'as sadiqin, bëni me ata të vërtetit, pra thujnë të vërtetën, pra mos gënjeni. Pastaj thot Allahu xhalla ala, ma kana li ahli al-Madinati wa man hawlahu min al-a'rabi an yatakhallafu an rasulillah, pra nuk ju takon banorëve të Medinës, edhe as beduinëve përreth Medinës, që të ngjelin mbrapa, që mos dalin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, wala yarghabu bi anfusihim an nafsi, edhe as që mos i japin përparësi vetes vet ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra dashuria ndaj Allahut edhe ndaj pejgamberit mbi çdo gjë. Mbi dashurinë ndaj vetes tonë, mbi dashurinë ndaj nanës edhe ndaj babës edhe ndaj pasurisë edhe ndaj evladit. Këto janë sende të shtrenjta. Mirë po Allahu xhallahu ala, Zoti jon është më i shtrenjtë. Edhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam është i shtrenjtë. Prandaj edhe nuk ju takon besimtarve që edhe t'i japin përparësi vetes vet përpara pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot ajeti kuranor, dhalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasab. Kjo është për shkak se besimtarët nuk ka diçka që i godet prej etjes, edhe prej lodhjes, wala makhmasatun, edhe as prej uris, fi sabilillah, në rrugën e Allahut, wala yati'una mawtiyan yaghidhu al-kuffara wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Dhe nuk ka ndonjë vend çka ata, do të thonë, përjetojnë një gjë të tillë, ose nuk i godet lodhje, ose uri, ose etje në rrugën e Allahut, ose që veprojnë ndonjë vepër e cila i irriton edhe i hidhron jo besimtarët, illa kutiba lahum bihi amalun salih, përveç se Allahu subhanahu wa taala ju shkruan atyre vepra të mira. Wala harova në pjesën e ajetit ku thot, wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Edhe nuk arrin që të bëjnë diçka e cila i hidhron armiqtë e Allahut ose jo besimtarët, përveç se Allahu ju shkruan atyre pra vepra të mira. Inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin, dhe Allahu nuk e humbën shpërblimin
e vepërmirëve. Wala yunfiquna nafaqa, edhe ata pra besimtarët nuk japin prej pasurisë së tyre. Saghiratan aw kabira, qoftë e vogël ose e madhe. Wala yaqta'una wadiyan, ose nuk janë prej atyre të cilët shkelin ndonjë lugin, illa kutiba lahum bihi amalun salih. Pra në rrugën e Allahut shkelja ndonjë lugine, vetëm se Allahu ju shkruan për atyre vepra të mira, liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun, dhe që Allahu ata t'i shpërblej më mirë se çka ata kanë punuar. Ti ke punuar një vepër, ndoshta nuk e ke bën në formën më të mirë po Allahu ta jep shpërblimin ende më të mirë. E bën një vepër, Allahu atë vepër pra ta dhjetëfishon. Pra cilët janë dobitë e shumta të këtij hadithi madhështor dhe të kësaj, domethënë, ndodhije të jashtëzakonshme. E para është kuptimi se lufta në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë për ditëshmëri, pra lufta në rrugën e Allahut, pra ka qenë për ditëshmëri e sahabëve edhe e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo e para. E dyta, prej dobive të shumta të cilët mund të numërohen, është se sinqeriteti edhe vërtetësia gjithmonë shpëton. Po, ndoshta e ke thënë të vërtetën, edhe ndoshta ke rënë ndonjë bela, mirë po e vërteta ka me dal, pa marrë parasysh, ndoshta vonon diçka me ato kriteret tuaja, ndoshta me kriteret tona vonon diçka, mirë po Allahu është i urtë. Vonon diçka, e ke thonë të vërtetën, mirë po Allahu do të shpërbleje. Pastaj, rreziku i vonesës, mos me i lanë sendet për ma vonë. Kjo vlen për secilin prej neve. Mos e le atë çka e ke ta bëj sot, mos e le për nesër. Mos e le për mbas nesër, mos e le haj se bëj ma vonë. Pra kjo po ashtu i ka pasojat e veta. Pastaj për dobive është për zgjedhja e shokëve të mirë. Qoftë në punë, ose në udhtim, ose në studim. Zgjedhi shokët të cilët ndihmojnë, njerëz të cilët ndihmojnë në bindjen ndaj Allahut, ose njerëz të cilët të ndihmojnë, për shembull si student, ke nevojë që dikush të thotë jo, sot s'kemi kohë, se nesër kemi provim, nuk kemi kohë ne sot të endemi ose të pijmë kafe, jo. Gjej një njerëz i cili të ndihmon këtë drejtim. Pra mos u bën për atyre të cilët i kanë shokët kur ta thirrish në ditë natës ai e lirë, po kur gjë, çe vetëm jam të mbyt kohën. Ç'ashtu thuj. Zgjedh njerëz të cilët ndihmojnë, qoftë në aspektin fetar ose në aspektin e dunjos, njerëz të cilët ta përkujtojnë atë çka e ke si obligim. Sepse një njerëz i cili thotë, "Ha Beline, s'ka gajle, nesër. Hajde se javën tjetër." Jo, ajo çka është bëhet sot duhet bëhet sot, mos linjet pra për nesër. Po ashtu prej dobive tjerë është se e kuptojmë se si ka qenë komunitetin në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Cilët kanë qenë ajo, më thon si ka qenë terbia edhe edukata. Nëse është marrë një vendim e cila ka të bëjë me komunitetin e muslimanëve, me përgjithësi me shoqërinë muslimane, pra janë ato të cilët duhet që ne si komunitet t'i përmbahemi. E jo për shkak një politik ta mbajnë dhe dikujt, jo ki qetri ta mbani politikë kështu më. Pse është përhapur sherrin në vendin ne ku jetojmë? Pse? Për arsye se të keqen nuk e ndalën. Njëri urdhron për të mirë, edhe ndalon prej të keqes, tjetri thotë Abeline se ai është mangup, ai është bos e kështu me radhë. Njëri domethënë e lufton të keqen, tjetri e lavdron e kështu me radhë. Për këtë arsye domethënë nuk mund që një shoqëri pra të lulëzoje si duhet, nëse pra nuk nëse komunitetin përgjithësi pra është i prishur. Po ashtu, prej hadithit çka e kuptojmë është se dera e pendimit gjithmonë është qelë. Pra Allah subhanahu wa taala e pranon pendimin atyre të cilët pendohen, po ashtu prej mësimeve tjera të cilët i marrim është se e kuptojmë rolin të cilin e kanë hipokritët në komunitetin e muslimanëve. Ata të cilët pengojnë prej rrugës së Allahut, ata të cilët shpifin në mesin e besimtarëve, njerëz të cilët pra dëshirojnë që ta përhapin, ta përçajnë safin e muslimanëve e kështu me radhë. Edhe e kuptojmë gëzimin pas vështirësisë. Pra ke pat një krizë, ke pat një problem, pa marrë parasysh. Kur kalon ai problemi edhe belaja, njeriu gëzohet. Çka ka bëu Ka'b ibn Malik? Ka bën sejdë. Jo do të thonë është lidh namaz, ta këndoj elhamdulillah. Jo, sejdë falënderimi. Allahu Ekber edhe ka bën një sejdë. E ka falendëruar Allahu subhanahu wa taala. Kjo do të thonë lejohet që besimtari ta bëj kur i vjen ndonjë lajm i mirë ose kalon një bela ose një sprovë kështu me radhë. Pra lejohet që njeriu të bëjë sejdë, po ashtu prej kësaj në çastet e gëzimit, prej hadithit kuptojmë se lejohet që njeriu të jap sadaka. Të ka ardhur diçka e mirë, një lajm i mirë, jep sadaka. Jep dikujt sadaka, do të thonë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu është një ndodhi tjetër e cila harrova që edhe ta përmendi, pra në kohën kur muslimanët e kanë bojkotuar Ka'b ibn Malik, ka qenë një prej mbretrave të Shamit, të cilët kanë qenë me prejardhje arabe.
Me thanë mbreti Gassan i ka dërguar një letër Ka'b ibn Malik, sepse Ka'b ibn Malik ka qenë një person i cili ka pat influencë popullat. Edhe ka qenë edhe poet, ka pat influencë. Edhe ai ka dërguar një letër dhe i ka thonë, hajde me të ne në shumë, hajde të ne pse rish me një shoqëri ku njerëzit as nuk të folin, me thonë të kënë izolu, të kënë bojkotu e kështu me radhë, nuk i e do me thonë, hajde të ne do të presim ma mirë, me qëllim që të përçaje safin e muslimanëve. Edhe Ka'b ibn Malik, kur e ndëgjon këtë, thot me vërtet kjo është spro prej Allahut, do bëj sabër. Do bëj sabër edhe ka bë sabër, edhe shpenduar te Allahu subhanahu wa taala, edhe Allahu xhallahu ala e ka përmendur ndodhinë e këtij në librin e tij, pra ndodhi e cila lexohet edhe do lexohet edhe në të ardhmen, pra inshallah këto e përfundojmë. Subhaneke Allahu bihamdike, shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.